Sot kemë me folë për dreqin. Larg uf prej këtuit. Në fakt, kemë me folë se qysh në kalumën njerëz kanë menduar se simptomat e çrregullimeve të shëndetit mendor janë ndikime djallit. Kur dikush ka përjetuar halucinacione, ka folë me veten ose ka kryer ndonjë sjellje të papërshtatshme, është konsideruar e pazakont edhe janë quajt mallkuar, çmendur ose magjistor. Këto foto tregojnë pamje të kafkave me vrima të çara që datojnë mijëra vjet më herët. Kjo praktikë quhet trepanacion edhe njerëzit e kanë çon kafkën për me liru shpirtin e keq. Fatmirësisht ashtu simptoma ose çrregullime trajtohen ndryshe. Halucinacionet për shembull, sipas Asociacionit Psikologjik Amerikan, janë perceptim i rrëmb shqisor që japin një ndjenjë bindëse të realitetit pavarësisht mungesës së një stimuli të jashtëm. Halucinacionet zakonisht janë simptoma të çrregullimeve psikotike si skizofrenia, mirë po munden me u shkaktu edhe prej përdorimit substancave ose çrregullimeve tjera. Qenurit i diagnostifikuar me çrregullime psikotike s'do të thotë se jeta përfundon. Shumë persona me skizofreni ose çrregullime tjera psikotike funksionojnë shumë mirë me ndihmën e medikamenteve, psikologëve, miqve e familjarëve. Disa madje janë shumë të suksesshëm. E ju, a keni një më herët për këto çrregullime? Komentoj dhe kallëzom edhe për më shumë video si kjo, subscribe Radio Urban FM 103.5 në YouTube.